Në qytetin e Korçës është përkujtuar 72 vjetori i lindjes së violonçelistit dhe dirigjentit të njohur Kostika Tanto, një figurë që i ka kushtuar gjithë jetën artit muzikor. Me një karrierë mbi 60 vjeçare, ai ka spikatur si virtuoz në violonçel, dirigjent dhe kompozitor dhe krijues i Orkestrës së Harqeve të Korçës. Duke përfaqësuar me dinjitet muzikën shqiptare në skena kombëtare dhe ndërkombëtare. Së fundmi, artisti është nderuar me titullin Princi i Artit Muzikor Shqiptar nga Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare, një vlerësim që kurorëzon punën dhe përkushtimin e tij të gjatë. Kostika Tanto nisi rrugtimin e tij artistik që në moshën 7 vjeçare dhe vijon të mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të muzikës në Korçë, duke e cilësuar artin si ushqimin e tij shpirtëror dhe mision jetësor. Krahas aktivitetit artistik, ka dhënë një kontribut të çmuar si pedagog, duke formuar breza të rinj muzikantësh që sot performojnë në skena të rëndësishme. Ai ka punuar si mësues në Korçë dhe është vlerësuar me çmime të rëndësishme, ndërto dhe urdhrin Naim Frashëri. Një kontribut të vyer Tanto e ka dhënë dhe në Qendrën Kulturore Vangjushmio si drejtues i saj për disa vite.